Sonte nga Tyriu, Kosova dëgjon. Dëgjon një mërgat të organizuar, të vedishme, të palëkundur. Pra, me këtë frymë bashkimi e besimi, kam derin të shpall të hapur këtë të bim të madh të mërgatës shqiptare në Zvicër. Falënderit shumë për pranin, falënderit shumë për energjin, falënderit që nuk lëshoni pe për sigurin dhe begatin e Kosovës. Tani do të vazhdojmë me përshëndetjet nga 2 qendra tona të rëndësishme të organizimit në diaspor, Gjermania dhe Zvicra. Ju lutem shumë, me duartërgjitje të ngrohta të ftojmë në skenë Dr. Fahri Beqa, kryetarin e qendrës son në Gjermani, dhe aktivistën tonë të shkëlqyer që drejton pikën tonë këtu në Zvicër, Ylka Kurteshi. Ju lutem shumë, Dr. Fahri dhe Ylka, na thoni 2 fjalë për gjithë këtë punë e mbështetje që vjen për jush. Faleminderit shumë, Lora. Përpara se të përgjigjem në pyetjen që ma dhat, unë dëshiroj që në emër të qendrës së lëvizjes vendvendose në Gjermani, t'ju përshëndes të gjithëve që jeni këtu, së pari kryeministrin e tashëm dhe të ardhshëm të Republikës, zotin Albin Kurti, pastaj edhe deputetin e Parlamentit Zviceranë, zotin Herr Molina, lieber Herr Molina, vielen Dank, dass Sie hier sind. E po ashtu edhe të gjithë ministrat, zëvendësministrat, deputetët dhe kandidatët për deputet që sonte janë këtu. Në veçantëri, dëshiroj që t'ju përshëndes të gjithëve juve që jeni sot nga Gjermania dhe Zvicra. Mërgata ka qenë gjithmonë në krah të Kosovës dhe në krah të kombit tonë, në gjatë gjithë historisë. Edhe kësaj here, edhe pse jemi dëshmitar që kohëve të fundit është duke u bërë gjithçka që është mundur që të pengohet kontributi jonë për Kosovën, ne prapë se prapë do të mundohemi dhe jemi duke organizuar maksimalisht që të japim kontributin tonë që Kosova të jetë aty ku ka vendin, që Kosova të jetë e plot, e sigurt dhe e begatë. Përderisa zgjedhjet në Kosovë mbahen me 28 dhjetor, për neve mërgatën zgjedhjet fillojnë të hënën. Ju siç e dini, të gjithë ju që jeni regjistruar që të votoni përmes postës, tani më keni marrë nga një mesazh nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe që nga e hëna mund të filloni dhe të votoni. E dini cili numër? 116. Të tjerët që jeni regjistruar që të votoni përmes votimit fizik në konsulata, datën e keni 27 dhjetor në për vendet që jeni regjistruar. Ndërsa pastaj, të gjithë ne që jemi regjistruar dhe nuk jemi regjistruar, me 28 dhjetor duhet të jemi në Kosovë. Unë nuk dua të zgjas më shumë, dhe eftoj edhe kolegën time nga qendra Zvicrës që ta merr fjalën dhe ju falenderoj shumë. Mirëmbrëma Mirgat. Është gjithmonë emocion me fol këtu para jush. I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, faleminderit që na ke ardhur.
Ju falenderoj përzemërsisht si cilit sonte dhe si cilës që jeni këtu në këtu bim madhështor sonte. Shumë falimderit. Qendra e Zvicrës ka organizuar aeroplana e autobusa vetëm për ju mërgat e dashur. Bashkohuni që me 28 dhjetor të votojmë në Kosovë. Sonte, si përfaqësuese e qendrës së Zvicrës, dua dhe t'i falenderoj të gjithë kryetarët e pikave dhe gjithë aktivistët anëmban Zvicrës, sepse fal jush, kjo organizim sonte është organizuar. Diaspora jonë shqiptare ka një histori të gjatë sakrifice e dashurie për atë dheun. Andaj, mërgat e dashur, me 28 dhjetor, le t'ja dëshmojmë edhe një herë Kosovës, që diaspora është besnike dhe ka përgjegjësi ndaj atë dheut. Ne jemi ata që do t'ja dëshmojmë edhe një herë Kosovës që lëvizja vetëvendosje do të fitojmë mbi 50%. Ju falimderit të gjithve edhe një herë për pranin tuaj dhe ju lutëm të mbani këtë energji dhe mos lëshoni pe deri me 28 dhjetor. Ju falimderit shumë. Të dashur të pranishëm, është nderi veçantë që sonte mes nesh të kemi një mik të dëshmuar të Kosovës dhe të shqiptarëve. Juftoj të mirëpresim me Eduard Trokitje, zotin Fabian Molina, deputet nacional, antari Komisionit për Siguri dhe i Komisionit për Politikë të Jashtme, i cili do të na drejtohet me një fjalë rasti. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, të dashura shoqe të shok. Lieber Albin, herzlich willkommen in Zürich, der größten und schönsten Stadt der Schweiz, und das auch, weil sie die größte albanische Stadt außerhalb des Westbalkans ist. Zürich ist eine sozialdemokratische Stadt, genauso wie Kosovo ein sozialdemokratisches Land ist. Heute vor euch zu sprechen ist mir eine enorme Freude und Ehre. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, und ich überbringe euch die besten Wünsche meines Co-Präsidenten Cedric Wermuth. Am 28. Dezember diesen Jahres steht in Kosovo eine richtungsweisende Wahl an. Es geht nicht nur um ein Amt, es geht um die Zukunft eines jungen Staates in einem unruhigen Europa. Und es geht um einen Mann, der bewiesen hat, dass Integrität, Mut und Konsequenz Politik verändern können. Premierminister Albin Kurti. Albin Kurti hat gezeigt, dass Politik sauber sein kann. Unter seiner Führung hat Kosovo entscheidende Fortschritte im Kampf gegen Korruption, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch gemacht. Institutionen wurden gestärkt, öffentliche Gelder transparenter eingesetzt und das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat hat wieder zugenommen. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis einer klaren Haltung für den Rechtsstaat.
Gleichzeitig steht Albin Kurti für eine soziale Politik. Höhere Mindestlöhne, Unterstützung für Familien, Investitionen in Bildung, Innovation und öffentliche Dienstleistungen. Eine Wirtschaftspolitik, die nicht nur Wachstum kennt, sondern soziale Sicherheit und Würde. Genau das verbindet Vettvendosje mit der SP Schweiz. Und deshalb bin ich stolz, dass wir unsere enge Zusammenarbeit Anfang 2023 als SP Schweiz in einem Memorandum of Understanding mit Vettvendosje offiziell festgeschrieben haben. Und das auch, weil die Beziehungen zwischen der Schweiz und Kosovo einzigartig, historisch und zutiefst menschlich sind. Hunderttausende Menschen aus Kosovo leben in der Schweiz. Sie arbeiten hier, zahlen Steuern, machen unser Land erfolgreich, engagieren sich. Und sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Gleichzeitig hat die Schweiz Kosovo auf seinem Weg zur Unabhängigkeit unterstützt und unterstützt es weiterhin. Es war die ehemalige sozialdemokratische Außenministerin, Bundesrätin Micheline Calmire, die mit ihrer Durchsetzungskraft, mit ihrem Mut die Anerkennung Kosovos durch die Schweiz als eines der ersten Länder durchgesetzt hat und damit ein starkes Zeichen für das Völkerrecht und für das Recht auf Selbstbestimmung gesetzt hat, auf dem wir bis heute aufbauen. Diese Partnerschaft, liebe Freundinnen und Freunde, ist auch wirtschaftlich wichtig. Nächste Woche stimmt der Nationalrat über die Ratifikation des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und Kosovo ab. Dieses Abkommen ist eine Chance für die Schweiz und Kosovo und wird neue Perspektiven eröffnen, insbesondere in der IT- und Digitalindustrie. Einem Bereich, in dem junge, gut ausgebildete Menschen in Kosovo enorme Chancen haben. Es geht um Arbeitsplätze, um Innovation und eine faire wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Und ich freue mich, dass diese Partnerschaft so umfassend vertieft wird. Der Name Vettvendosje, Selbstbestimmung, ist heute aktueller denn je. Selbstbestimmung heißt, die Menschen entscheiden über ihre Zukunft selbst. Nicht autoritäre Regime, nicht Großmachtsfantasien, nicht politische Erpressung. In einer Zeit, in der Wladimir Putin mit Krieg das Völkerrecht mit Füßen tritt und Donald Trump erneut Demokratie, internationale Institutionen und Minderheitenrechte in Frage stellt, braucht Europa eine klare Haltung. Wenn Autokraten die Souveränität Europas in Frage stellen, braucht es mutige Menschen, die unsere Werte und unsere Freiheit verteidigen. Es braucht Länder wie Kosovo, die sich eindeutig zu Rechtsstaat, zum Völkerrecht und zu demokratischen Werten bekennen und wissen, wie man autoritären Regimen standhält. Kosovo ist Teil Europas und Kosovo gehört nach Europa, in die Europäische Union, in den Europarat, nicht irgendwann, sondern jetzt. Die Menschen in Kosovo haben es verdient, jene Institutionen teilnehmen zu können, die Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schützen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Wahl am 28. Dezember ist eine Entscheidung über Richtung und Haltung, über Hoffnung statt Angst, über Solidarität statt Spaltung, über Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Die SP Schweiz steht an eurer Seite.
Wir stehen an der Seite von Levizia Vettvendosje und wir stehen an der Seite von Albin Kurti. Für ein gerechtes Kosovo, für ein demokratisches Europa, für Selbstbestimmung, Rechtsstaat und Frieden. Faleminderit, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Molina. Të dashur bashkëdhetar, kudo që jeni e punoni, mos lëshoni pe nga kërkesa për të zhvilluar atë dheun tonë. Mos lëshoni pe për sigurinë e Kosovës. Mos lëshoni pe nga thirrja për begati. Ne punojmë për shtet që mbron, për ekonomi që pasuron ata që nuk kanë, për familje të sinqerta e për çdo gru e burr. Siguri dhe begati, pa kompromis, pa lëshuar pe. Tani, të gjithë së bashku, ftojmë në skenë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Zvicra është midis Alpeve të Evropës, por këtu bëka edhe ma nëzetë se në vendinjën tonë Kosovë. Të dashur bashkëdhetar, zonja e zotri, motra e vlezër, shoqe e shok, faleminderit shumë që e keni ndarë kohën e të shtunës mbrëma dhe të na bëni bashkë këtu në syri. Dikush prej jush e ka nda kohën e pushimit, dikush studimit, e dikush edhe të punës, dhe jemi bërë bashkë të gjithë atëherë kur në ndajnë vetëm 15 ditë nga fitoria edhe ma e madhe e lëvizjes Vettvendosje me datën 28 dhjetor, kur qytetarët e Republikës dhe shqiptarët në barë me drejt votet që janë mërgat, do t'i drejtojnë kutive të votimit dhe do t'a bëjnë fitues numrin 116. Ne asë njëherë nuk e harrojmë, ne gjithë një e kujtojmë sa shumë ka dhënë Mërgata për vendlinjen. Edhe atëherë kur ishim në okupim, edhe gjatë luftës shkrimtare, edhe për mbijetesën sociale, por edhe për zhvillimin ekonomik, demokratizimin, pavarësimin e Kosovës dhe reputacionin e saj ndërkombëtar. Ne e dim që janë rreth 100 dëshmorë të kombit, luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë rënë në fush betej në vitet 1998-1999 në Kosovë, dhe e dim që Agim Ramadani, komandant Katana, ka ardhur nga Zvicra në Kosovë për lirinë e Kosovës.
ashtu sikurse që ka ardhur edhe Fehmi Ladrovci prej Gjermanisë për të rënë në fushë betejë në Kosovë, në përballjet pabarabartë me forcat armike të Serbisë. E përveç këtyre rreth 100 dëshmorëve të kombit që i kemi nga diaspora jonë, janë edhe qindra të tjerë, veteran e invalid të luftës, të cilët ne i respektojmë dhe i falenderojmë për jetë e motë. Por gjithashtu, e dim që edhe kur s'kishim luftë, ne nuk kishim paqe, sepse kishim rezistencë të vështirë dhe janë me mira e mira shqiptarë, të cilët e kanë mirë mbajtur qëndresën tonë, si në Kosovë, në Ballkan, po ashtu edhe këtu në Mërgat. Shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ato mësuese e mësues, arsimtare e profesor, për të gjithë ata artista e sportista, punëtor, inxhinier, mjek, arkitekt, infermier, të cilët kanë kontribuar për lirinë e atë dheut tonë dhe pavarësimin e Republikës Kosovës. E mirë se ju gjejmë sonte këtu në Cyri. Cyrihu nuk është larg Kosovës, është njëra nga mënyrat e shumta se si Kosova jeton në botë. Dhe kjo është në kuadër të një Mërgate e cila nuk është kujtim i ikjes, është dëshmi e qëndrueshmërisë. E sot ju vetë, motrat e vëllezërit tuaj, fëmijët tuaj janë profesionistë. Jo rastësisht me që janë rezistencë e trashëguar. Ju jeni integruar, pa u tretur, dhe një mend shqiptarët janë gjithandej të shpërndar, por kurse si të shpërbër. Identiteti ynë, angazhimi ynë, kontributi ynë, vetdia kolektive që kemi për lavdin dhe vuajtjet historike, na mban të gjithve bashk, por njëkohësisht na mundson të ecim mbar e mirë në rrugën e drejtë, e cila njërën anë i ka dëshmorët e martirët e kombit, e në anën tjetër i ka dëshirat dhe ëndrat e rinisë dhe fëmijëve të Kosovës. Ne besojmë që urat midis Kosovës dhe Mërgatës ndërtohen me politika. E këto politika janë politika publike, janë politika ekonomike, sociale e kulturore. Dhe këtu nevojitet kontributi juaj, i cili asnjëherë nuk ka qenë i matshëm, por njëkohësisht çdo herë i padiskutueshëm. E profesionalizmi juaj është pikrisht pasuri publike që duhet të jetë pjesë përzbërëse e këtyre politikave publike. Biznesi, teknologjia, mjekësia, drejtësia, arti e sporti, aty ku jeni, Kosova është me ju. Sepse diaspora nuk është rezervë emocionale, është forcë zhvillimi. E qeveria e Kosovës, qeveria juaj e sheh Mërgatën si partner e kurse si spektator. Ju faleminderit. Ju faleminderit për gjithë shka që bëni, pjesa dërmuese e kësaj që bëni, pa dyshim që nuk njihet e nuk dihet sa duhet, prandaj ju jeni ata herojt e heshtur të paqes që lartësoni edhe shtetin e Kosovës, edhe kombin shqiptar mbarë. Por, dashur bashkëdhetar, përveç se komb i vetdijes kolektive për historinë, përveç se komb
i flamurit ton të kuq me shkabën e zezë 2 krenaren mes, përveç se kom i dokeve, zakoneve pra traditës son, i këngëve e i valëve të bukura shqiptare, ne para se gjithash e mbi gjitha jemi komb i gjuhës. Andaj gjuhën Shqipe duhet ta mësojmë e ta levrojmë, sepse ky është amaneti i rilindasve tanë, të cilve ua kemi borx qenjen tonë. Gjuha Shqipe. Gjuha Shqipe nuk mbahet me nostalgji, gjuha Shqipe mbahet me arsim. Pra me arsim, që do thot arsimi është ai që bën tokën arë, arësim, toka bëhet arë. Neve na duhet të mbjellim që të kemë çfarë të korrim. E kjo bëhet me arsimin. E arsimi është institucioni i cili na mundson të levrojmë me gjuhën tonë, ashtu siç ishte ideali dhe amaneti i rilindasve tanë. Abetarja e përbashkët, që ka filluar pikrisht në mandatin tonë, midis Kosovës dhe Shqipërisë, nuk është fundi, por veç se fillimi. Ajo është e njëjtë në Kosovë, në Shqipëri dhe në diasporë. Andaj, ju lutem të gjithë juve, regjistroni pa tjetër fëmijët tuaj në mësimin plotësues në gjuhën Shqipe. Institucionalizimi. Institucionalizimi i përdorimit të gjuhës është kuptimi i sloganit ton që ka mundësi të kemi integrim pa asimilim. Ua mësoni fëmijëve gjuhën Shqipe dhe e keni të garantuar që do të integrohen pa u asimiluar. E kur jemi tek fëmijët në Mërgat, përveç se t'i regjistroni në mësimin plotësues gjuhës Shqipe, ju lutem t'i regjistroni edhe në sistemin e gjendjes civile. Mos e leni për më vonë, sa më herët aq më mirë, që do të thotë qysh dje. Regjistroni fëmijët tuaj në sistemin e gjendjes civile, sepse në këtë mënyrë, në Republikën e Kosovës, nga shteti juaj e i ynë i pavarur, ata fitojnë e gëzojnë të drejta që u takojnë e i meritojnë. E këta fëmijë tuaj dashur, mërgate dashur, kur rritën bëhen tri. E këta të ri ne nuk i ftojmë vetëm të kthehen në Kosovë me aq sa munden, por njëkohësisht i ftojmë të lidhen me neve e mes vete. Kemi një mori programesh në Republikën e Kosovës, si qeveri e mirë dhe e drejtë, e cila ofron mundësi për të rit e mërgatës. Konkretisht është programi specializues për diplomacinë qytetare, ku trejat dhe trit vinë e punojnë 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, disa prej tyre vendojnë të qëndrojnë edhe më gjatë dhe në këtë mënyrë i kontribojnë. Adheu të tyre mësojnë për vete dhe shëndrohen në shtyllë të fuqishme për urën midis Kosovës, Zvicrës, Gjermanisë, Evropës dhe mbar botës kudo që ka shqiptar. Shteti ynë ka nevojë për juve dhe për vojën tuaj, jo më pak se sa që ju keni nevojë për Kosovën tuaj të dashur. Andaj edhe ne kemi hapur këtë dritarin e investimeve të diasporës, e cila është pa kolateral. Me besim 100 milion euro, shteti i Kosovës është garanci për investimet tuaja. Unë e di që ju e keni vështirë, sepse këtu s'merrni dot kredi për investime në Kosovë, e nëse dëshironi të investoni në Kosovë me kredi nga bankët atje, ju konsiderojnë si start-upe.
Prandaj shteti i Kosovës me qeverinë tuaj është garanci, është hipotek për kreditë tuaja, për investimet që ju sigurojnë, ju garantojnë fitime në vendlinjen tuaj dashur. E me këto investime, përvoja juaj shndrohet në fitim për juve, por gjithashtu në vende pune në Kosovë. Programet tona, investimet e ndërsjellta janë ura mes brezeve, mes profesioneve, mes Kosovës edhe mes botës. Por ta keni parasysh që neve përkundër përmasës të madhe që e kemi të diasporës, na nevojitet nivel më i lartë i organizimit. Fajkonica e ka thënë me i vend që shqiptarët e kanë më të fuqishme ndjenjen kombëtare se sa vetdijen kombëtare. Ndjenjen kombëtare për identitet se sa vetdijen kombëtare për shtet. Le ta bëjmë bashkë këtë kalim në Ballkan, në Zvicër e kudo që jemi në botë, nga ndjenja e fortë kombëtare te vetdia e lartë kombëtare. Dhe këtë ne e themi dhe duhet ta bëjmë nga liria, por jo nga liria kundër të tjerëve. Ne nuk dëshirojmë të jemi të veçantë. Ne duam të jemi të barabartë mes të barabartëve. Liria na duhet për të zhvilluar dhe liria na duhet që të jemi të barabartë me të tjerët. Barazi, asgjë më pak, asgjë më shumë, thrasin shqiptarët kudo që janë. Kosova nuk begatohet vetëm nga ata që jetojnë atje, ose nga ata të cilët janë këtu, as vetëm prej atyre në vendlindje, as prej atyre larg. Kosova pasurohet kur nuk e vëm njërin mbi tjetrin, por kur e vëm çdo njërin pranë tjetrit bashkë të gjithë. Konkurrenca duhet të ketë bashkëpunim. Konkurrenca me bashkëpunim bëhet progres i cili nuk e lë asnjëri mbrapa. Prandaj edhe ne ju ftojmë të vini në Kosovë, jo si mysafir, po si bashkëveprues, bashkëndërtues dhe si ata të cilët kanë kontribuar shumë, por me një qeveri si e jona, që është infrastrukturë për juve, mund të bëjnë edhe më shumë se sa më parë. Unë dhe gjithë ne që jemi këtu nga Kosova sonte enkas për këtë të bim, besojmë të kju, sepse besojmë të mërgata shqiptare. Ju e dalloni të mirën, sepse e keni mësuar atë duke mbajtur barën. Andaj, këtë barë që e ndojmë bashkë, le ta shndrojmë në kalitje, në përmjet përvojës për një jetesë më të mirë, për rinin tonë, për brezin aktual ku i përkasim të gjithë ne, për fëmijët e Kosovës, por edhe për fëmijët të cilët ende nuk kanë lindur. Unë e di që ju nuk keni qenë kur pa mision, e misioni ndryshon form, por jo edhe thelb. Dhe misionet e mëdha nuk i mbajmë mbi shpatula secili veç e veç, por i mbajmë të gjithë bashkë këtu, atje e kudo. Prandaj edhe qytetarët tonë kudo që janë, punojnë me durim, me sakrifica në kuadër të këtij misioni të përbashkët. Dhe për këtë mision tonin të përbashkët, mos lëshoni pe, begati dhe siguri janë kërkesat tona, është parimi ynë, është qëndrimi ynë, por njëkohësisht është edhe synimi ynë, i cili e ka një test të jashtëzakonshëm pikërisht të dielën e 28 dhjetorit në Kosovë dhe kudo që do të bëhen zgjedhjet për Republikën tonë. Ne punojmë për ta pasuruar shtetin. Dhe këtë mësim e kemi marrë nga Zvicra dhe shtetet tjera mike.
Shteti duhet jetë më i pasur se sa çdo individ apo grupacion. Dhe gjithashtu, ne punojmë për ta pasuruar shoqërinë, sepse shoqëria duhet jetë më e pasur se sa cila do familje, sa do e veçantë që ajo konsideron veten apo konsiderohet nga të tjerët. Ne duam që të ndihmojmë ata që nuk kanë, të ndihmojmë brezat e ri dhe në këtë mënyrë të ecim bashkë përpara me vetëvendosjen dhe partnerët e saj Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane, të cilët e përbëjnë grupin për 110 deputetëve, të cilët garojnë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra, ky bashkim i yni me numrin 116 është bashkim për familjet dhe prindrit që punojnë çdo ditë, për shtetin e sigurt, për ekonominë e fortë, për shoqërinë e begatshme, për sigurinë financiare të çdo gruaje e burri, të çdo të moshuari e fëmiu, dhe për këtë ne nuk lëshojmë pe. Mos lëshoni pe as ju për Kosovën, bëjeni atë edhe më të sigurt, edhe më të begat se sa që është. Të dashur bashkëdhetar, para 5 vjetëve, kur kemi garuar, kemi thënë që punësimi do t'jetë në qendër të vëmendjes dhe të angazhimit tonë. E tash që po flasim, nga 350.000 vende punës a kemi gjetur, janë 435.000 vende pune, 85.000 vende pune më shumë se në pranverën e vitit 2021. E në mesin e këtyre 85.000 vendeve të reja të punës, 23.000 vende pune, pra ma shumë se qereku i vendeve të reja të punës, është vetëm nga programi Superpuna për trit, me qëras të rejave dhe trive, të moshës prej 18 e 29 vjeç, ua kemi dhënë pagën minimali që kemi rritur për 6 muaj në të gjitha ndërmarrjet private kudo që kanë punuar në Kosovë. E pra, me këtë programin Superpuna janë punësu 23.033 dhe gjithashtu kjo ka ndodhur në 16.500 ndërmarrje. Përveç kësaj, kemi ndërtuar qerdhe, sepse numri i grave të punësuara është rritur dhe duhet të kujdesemi më shumë për fëmijët e Kosovës. Për 4 vjetë janë 73 qerdhe në Kosovë të ndërtuara në ndërtim e sipër ose të adaptuara prej objekteve të tjera arsimore. A para neve, dashur qytetarë, për 17 vjetë veç 4 qerdhe. 17 vjetë para neve veç 4 qerdhe. Për 4 vjetë 73 qerdhe. Punësim i rinis edhe i grave, qerdhe për fëmijët. Kjo është mënyra që qeverisja jonë është kujdesur për ata që i kanë nevojat më të mëdha dhe disproporcionalisht e kanë bartur barën në vendin tonë. Mëtej, ndërmarrjet publike, 17 ndërmarrje publike qendrore në Kosovë, vetëm 2 kanë punu pa humbje, krejt tjerat me humbje. Sot që po flasim, shumica dërmuese e tyre punojnë me fitim, dhe a dini çfarë, i kemi gjetë me 59 milion euro humbje dhe tash i kemi kthyer në 195 milion euro fitim. Kjo tregon se ne nuk jemi
Ne nuk jemi qeveri shumë më e mirë e pa krahasueshme me pararendësit, vetëm për nga idet, vetëm për nga etika, po edhe për nga menaxhimi e performanca. Kemi dëshmuar se ata kanë dështuar në menaxhim dhe kemi dëshmuar se ne menaxhojmë pa krahasueshëm shumë më mirë se ata. Dhe zhvillimin ton të brendshëm nuk e kemi bërë në kurriz të reputacionit të jashtëm. Shteti ynë i fuqishëm e ka dhe pasaportën shumë më të fortë. Konkretisht, nga vendi 121 ku ndodhej pasaporta e Kosovës në ranglistë, tash është në vendin 65. Bashkë me zëvendësën time, Donika Gërvollën, e kemi prezentuar shtetin ton me dignitet, nuk kemi lëshu pe në asnjë situatë, i kemi ble 5 ambasada jashtë vendit ton, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Mbretërinë e Bashkuar, në Senegal, në Kroaci, dhe gjithashtu do t'i blejmë edhe 5 të tjera, por duhet theksuar që kemi 3 njohje dhe 13 organizata ndërkombëtare ku gjatë këtij mandati është antarësuar Republika e Kosovës. E njërën prej ambasadove ku e kemi blerë është edhe ajo në Strasburg, jo larg prej këtu, në vendin ku ndodhet edhe Parlamenti Evropian, edhe Këshilli i Evropës, dhe falenderoj shumë mikun tim, deputetin nacional, Fabian Molinën, i cili bëri thirrje të gjithëve për antarësimin e merituar të Kosovës edhe në Këshill të Evropës, edhe në Bashkim Evropian. Kosova e meriton të antarësohet në këto 2 organizma të rëndësishëm të kontinentit ton, ashtu që e meriton të antarësohet edhe në NATO, për shkak të investimit të madh që po bëjmë për mbrojtje e për siguri. Dhe me këtë rast më lejoni të përmend vetëm disa fakte elementare. Dashur bashkëdhetar, prej vitit 2018 deri në vitin 2020, për forcën e sigurisë të Kosovës, as 4 milion euro nuk i kanë dhënë qeveria e atëhershme për armatim e për municion. As 4 milion euro. Në mandatin ton, mbi 430 milion euro. Sepse të dashur bashkëdhetar, në atë qeverin para neve, në atë ish qeverin, ma shumë ka pas armatim e municion, policia e Kosovës, se sa ushtria e Kosovës. Bile a dini çfarë? Në atë kohë, ma shumë ka pas armatim e municion në për oda se në kazermat ushtrisë. E me qeverin ton, përveç se kemi drona Bayraktar TB2, drona Skydagger, drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç se do të bëjmë edhe helikopter Black Hawk, e do të vijë sistemi antitank Javelin, gjithashtu do të kemi edhe fabrikë të municionit dhe fabrikë për prodhimin e dronave made in Kosova. Ne si kom jemi shumë të fortë,
por ne duhet të bëjmë edhe shtetet fuqishme, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Shqiptarët duhet të faktorizohen. Vetëm nga Serbia i kemi përjetuar 4 gjenocide për 1 shekull e gjysmë. Për 1 shekull e gjysmë 4 gjenocide. 1875-1880, 1912-1913, 1924, 25 e 26 dhe ky mbrami 1998-1999. Po pavarësisht këtyre gjenocideve që i kemi përjetuar, ne nuk jemi popull hakmarrës. Qeveria e Republikës suaj nuk është revanshiste. Krejt çfarë duam ne është së pari drejtësia dhe së dyti fuqia e shtetit tonë që të mos lejojmë që kur më të na përsëriten ato masakra e spastrime etnike, e vrasje mizore të cilat janë kryer ndaj popullit tonë, ndaj fëmijëve të Kosovës, ndaj grave, burrave, pleqve e plakave. Pra, si kom të fort, neve na ka mbajtur oda, neve na ka mbajtur qiftelia, neve na ka mbajtur pushka, neve na ka mbajtur kënga e vallet. Mirë po, nga kombi fort, nga ndjenjë e fort kombëtare, duhet të kalojmë të vetdije e lartë kombëtare e shtetërore, të një ushtri që na mbron, e i del Zota dheut. Prandaj, e kemi të domosdoshme. E kemi të domosdoshme. Edhe Kosova, edhe Shqipëria të kenë ushtri moderne, me standardet të NATO-s. Është viti i tretë që Republika e Kosovës e kalon 2% e bruto produktit vendor si investim për ushtrin për mbrojtjen tonë. Buxhetin për mbrojtje e kemi trefishuar, numrin e ushtarëve e kemi dyfishuar, trajnimet jashtë vendit për oficerët, nënoficerët e ushtarët tonë e kemi katërfishuar, ndërkaq buxhetin dhe shpenzimet për pajisje, armatime dhe municione ushtarake e kemi qindfishuar. E dini ju mirë, por si unë, sa shumë dëshmor i kemi në kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, duke bartur armatim. Se ndaj neve nuk është zhvilluar vetëm lufta, që sot shkruhet e thuhet nga librat e historisë dhe dokumentarët që prodhohen. Por ndaj neve është zhvilluar dhe një luftë tjetër. Lufta që ne të mos mund zhvillojmë luftë mbrojtëse. Lufta që ne të mos mund kemi ushtri. Lufta që shqiptarët mos kenë armë që ta mbrojnë veten e tyre. Prej aksionit të armëve në kohën e Rankovicit e deri tek dëshmorët tonë në kufirin midis Kosovës edhe Shqipërisë janë dëshmi se sa e shtrejt ka qenë arma e vetë mbrojtjes për jetën e shqiptarit. Prandaj, nga shekulli 20, kur nuk na lejonin të kishim armë, e na quenin të dhunshëm, te ushtria shqirimtare e Kosovës, e cila gjithmonë nga dita e parë dhe në ditën e fundit, pati shumë më tepër ushtarë së armatim, po kalojmë në një kapitull të ri, kur e kemi heq tavanin prej 5.000 ushtarëve sa mund t'i ketë ushtria jonë, e kemi ngritur moshën e rekrutimit prej 23 vjeç në 25 vjeç, e kemi sjellur edukimin mbi sigurinë në shkollat tona dhe e kemi përvetësuar konceptin e Finlandës e të vendeve baltike
për mbrojtjen totale gjithëpërfshirëse në mënyrë që secili qytetari i Republikës ta di se ku e ka vendin dhe cili është funksioni i tij në rast të konfliktit armatosur apo të fatkeqësisë natyrore. Duke qenë të gatshëm, duke qenë të aftë, ta mbrojmë vetën tonë, ne e garantojmë paqen në vendin tonë, për vetën tonë, por edhe paqen rajonale. Se nga librat e historisë dhe nga rrëfimet e të gjithë moshuarve, ne e dim që Serbia njëherë na sulmonte e pastaj mendonte. Ne nuk synojmë bëjmë ushtrimat të mëdha si Serbia. Mirë po, me ushtrinë që kemi, ne bëjmë atë të mendoj 2 herë në mënyrë që kur më të mos guzoj të veproj asnjëherë. E prandaj pra, edhe siguria sociale, edhe siguria institucionale, edhe siguria territoriale, janë në test me datën 28 dhjetor. Dhe ky test kalohet pikrisht me numrin 116 që e bashkon vetëvendosjen me partnerët e saj. Ju të cilët jeni regjistruar për të votuar me post ose fizikisht në ambasada e konzulatat tonat, gjatë javës së ardhshme ju vjen fletvotimi, aty shënojeni 116 dhe mandej në mesin e 110 kandidatëve për deputet, vendosni për 10 prej tyre, secili është më i mirë se tjetri, që të gjithë këta bashkë janë oferta më e mirë që e ka pas Republika e Kosovës historikisht në zgjedhjet e saj parlamentare. Por përveç se siguria, me datën 28 dhjetor, në test është edhe begatia. Kur Kosova nuk ka qenë më e begatshme se sa tani. Gjatë mandatit ton, rritja mesatare ekonomike është 6%, para në asnjëherë në 4%. Në çerekun e dytë si vjet, rritja ekonomike 4.58%. 400.000 fëmijë për herë të parë me qeverinë tonë marrin shtesa, të cilat i kemi rritur. I patëm 10 euro, i bëm 20 euro, tash shtesa që është 20 euro e kemi bërë 30 euro për familjen që i ka 2 fëmijë ose 1 fëmijë, ndërga që për familjen që i ka 3 fëmijë ose më shumë fëmijë, ka qenë shtesa 30 euro dhe tash është bërë 45 euro. Pra një familje e cila i merrte 90 euro në Kosovë, tash i merr 135 euro, me 4 fëmijë në vend të 120 i merr 180 euro, me 5 fëmijë në vend të 150 euro i merr 225 euro. Pra sa ma shumë fëmijë, qaq ma shumë shtet në familje për t'i mbështetur ata fëmijë, nënën dhe babajnë e tyre. Unë e di që këto shifra tingëllojnë aq të vogla e të ulta këtu në Zyrich. Mirë po paramendojni që ato kanë qenë 0 para 5 vjetë. Sepse më herët ka pas shpërndarje selektive të buxhetit e të mirëqenjes, vetëm për familjet e pushtetarëve. E tash në Kosovë ka një pushtet që kujdeset për të gjithë qytetarët. Prandaj, kjo rishpërndarje rritjes ekonomike
po ashtu testohet me 28 dhjetor dhe e ka zgjedhje vetëvendosjen me partner numrin 116. Dashur qytetar, gjatë këtyre muajve si vjetë, të gjithë ju keni qenë dëshmitar të këtij që u quajt ngërsh institucional, sepse njëherë nuk e votuan as verifikimin e mandateve, pastaj e kundërshtuan albulenën, pastaj e kundërshtuan votimin e fshehtë, pastaj e kundërshtuan donikën, hekuronin, e kundërshtuan arbrien dhe për herën e dytë e votuan Dimalin. E pasi që e votuan Dimalin, më kundërshtuan mua si kryeministër, se thanë ky ka fajet. E pasi që unë i kisha fajet, e kundërshtuan edhe Glaukun për kryeministër. Për ta vërtetuar që ata janë kundër vetëvendosjes, kundër kësaj qeverisje të mbar e të mirë që ka përparull sigurin dhe begatin, dhe gjithë këti destruktiviteti për plot inat e xhelozi është mirë që me numrin 116 t'jepni përgjigjen nesër 2 javë. E se ne jemi për të gjithë, pa diskriminim, pa privilegje, pa selektivitet e favorizime. E tregon edhe buxheti i vitit 2026 që i dedikohet komunave të Kosovës, ku vetëvendosja do të qeverisë në vetëm 7 nga 38 komunat. Buxhetin që e kemi gjetë, 547 milion euro, në vitin e ardhshëm bëhet 867 milion euro, apo afër 59% më i lartë se sa para 5 vjet. Ne nuk diskriminojmë, ne drejtojmë dhe i trajtojmë të gjithë me barazi. Prandaj është domosdoshme që të dielën e 28 dhjetorit të vini masivisht në Kosovë, ju që s'jeni regjistruar për të votuar. Të vini masivisht në Kosovë, ju që s'jeni regjistruar për të votuar, e nëse jeni regjistruar për të votuar këtë bëjeni në adresën postare të KQZ-s këtu në Bern të Zvicrës, ndërkaq ju që jeni regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Republikës Kosovës këtu në Zvicër, e keni të shtunën e 27 dhjetorit ta jepni votën tuaj për vetëvendosjen e për numrin 116, e ju të cilët nuk jeni regjistruar për të votuar, me autobus, a me automjet, a me aeroplan, qysht muni, krejsat jeni, hajtë në Kosovë që ta kemi fitoren edhe më të madhe për triumfin ton të madh e të përbashkët. Dashur bashkëdhetar, kësaj radhe, viti i ri pa juve nuk vjen. Viti i ri veç me juve vjen. Nëse ju nuk vini, këtë bëhet 1 janare, 2 janare, 2 shkurte, 5 marse, 6 maje kështu me radhë, ende është viti 2025.
që të bëhet vitit 2026, ju duhet vini me 28 dhjetor. Dhe e dini çfarë? Përveç se viti i ri si vjet vjen me juve. Viti i ri si vjet nuk i ka veç 3 ditë fest mrapa, po edhe 3 përpara. E ka fest 31 dhjetorin, 1 janarin e 2 janarin si gjithmonë, po i ka po ashtu fest 28 dhjetorin, 29 dhjetorin dhe 30 dhjetorin për shkak të fitores së numrit 116 dhe lëvizjes vetëvendosje me guzo alternativ dhe PSHDK bashkë. Ne zgjedhjet i kemi fituar qysh nga viti 2019, edhe në vitin 2021, po edhe në vitin 2025. Por shkurti si vjet, dashur bashkëdhetarë, na tregoj që vetëvendosja nuk mjafton me fitu 1-0. S'mjafton me fitu as 2-0. Duhet me fitu 3-0. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit, mund të ketë ndokush, jo prej jush, po prej familjeve t'juja të gjëra, që ka dhënë, s'po votoj se vetëvendosja fiton edhe ashtu. Dhe ne një mend fituam edhe ashtu. Dhe ishim më të mëdhaj se i dyti e i treti së bashku. Por, për të fituar në Kosovë, duke konstituar me shpejtësi edhe kuvendin e legislaturës 10, edhe qeverin tuaj e tonë të mbaret mirë, na duhet fitore 3-0. Prandaj, përveç se ju dhe familjet e juja që duhet votoni, ju lutem në fond bukun e juj, thirrni krejt, ata që i keni aty dhe pyesni, a kanë marrë flet votimin sepse kanë me votu me post? A kanë vendos me votu në ambasada, në konsulata? Apo ndoshta pyesni se apo shkojnë me automjet, me cilin autobus, a ndoshta i takoni në aeroplan? Pra, kontaktoni, komunikoni, bisedoni sa ma shumë, tërkohen, ditë e natë, për çdo orë, me gjithë që i njihni e si njihni, sepse një fitore e madhe, edhe ma e madhe se me 9 shkurt, na duhet me 28 dhjetor. Kur mbrim sot këtu në Zyrich, një bashkëdhetar më pyeti, më tha, Albin tha, ku shpenzon vendin e dytë? Pra me fjalë tjera i thoshte, dihet që vetëvendosja është e para, po kush do ta ketë vendin e dytë? PDK apo LDK? Tash, vetëvendosja është subjekti që i ka mbush si vjet 20 vjet, është subjekt i ri, për dallim për atyre subjekteve më të vjetra që i ndrojnë fytyrat, po jo zakonin. Po e dini çfarë dashur bashkëdhetar? Gara nuk është për vend dytë. Gara është për vend tretë. Gara është për vend tretë, sepse vendin e parë ka vetëvendosja. Ata bëjnë gara për vendin e tretë. E vendin e dytë, a dini kush e ka? Diaspora që nuk voton. Aq e madhe është diaspora që nuk voton, sa që ajo është partia e dytë e pashpallur. Mirë po, më ndihmoni mua
që t'ju ndihmoj juve, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta përkrahim e mbështesim me solidaritet pa mos në këto 2 javë, ashtu që këtë partin e diasporës që nuk voton, ta zvoglojmë e ta bëjmë vetëvendosjen tuaj partin më të madhe në Kosovën e lirë për fitoren e numrit 116 të dielën e 28 dhjetorit dhe me njëherë në muajt e parë janare shkurt do ta keni edhe kuvendin edhe qeverin e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, ju duam fort, u jemi mirënjohës përzemërsisht dhe për krejt çfarë bëni, borxhin e madh që e kemi, do ta lajmë për ditë me punën dhe shërbimin ton të mirë për juve dashur bashkëdhetar për atdheun ton të përbashkët Republikën e Kosovës dhe kombin shqiptar nga do që është. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Kryeministër. Tani, pas fjalimeve, ju ftojmë për shoqërim me muzikë për të vazhduar këtë mbrëmje në frymë Bashkimi e Gëzimi. Ftojmë në skenë Edona Lalloshi. Shqipen malbi male, e kish falë zoti këtë djale. Si zog Shqipen malbi male, e kish falë zoti këtë djale. Nga po vjen alibi në kurti, prej veriut sot ulja. Prej veriut sot ulja, kam marrë vesh se ma zan rruga. Prej veriut sot ulja, kam marrë vesh se ma zan rruga.
Shk me qite Si zog shqipen male mbi male kish falë ti këtë djale Si zog shqipen male mbi male kish falë ti këtë djale E ta shdu me junuj krejtve të e kënu një kongë që e dini krejt. Hajde për shkojmë, dëgjani mirë. Hajde krejt dur talë, merë një telefonat, vezni dritat, krejt. Hajde. Du me junë dëgju krejtve të këndu bashkë. Hajde. Shkodër, hajde trim se të ka motër Mere Durrësin dhe Tiranën Se na kështu e gzojna nanën Unë Traspeje dhe Gjako Drenic, Lape dhe Rugov Vjen Deçani e Mitrovica Kaçani ku e Kamenica Vjen Gjiljani dhe Prishtina Ferizaj edhe Klina Kështu m'ka las bashku do të rina Hajde! Faleminderit të dashur bashkëdhetar, zëri juaj ka pesh, angazhimi juaj ka ndikim. Bashkimi ynë forcon shtetin e Kosovës. Bashkë ndryshojmë, bashkë ndërtojmë, bashkë fitojmë. Mos në shoni pe. Votoni lëvizjen vetëvendosje, votoni numrin 1. Një, gjasht, ju duam shumë. Faleminderit.